Radio Marinë e Kosovës, një zë i krishterë në shtëpinë tënde. Radio Maria Kosovë, një zë i krishterë në shtëpinë tënde. Qoftë lëftuar Jezu Krishti. Të dashur dëgjues të Radio Maris, një zë i krishterë në shtëpinë tënde. Jeni të mirë se ardhur në një cikël të ri emisionesh kushtuar të rinjve. Në këtë udhim të brendshëm që nis me pyetje të thella, por të domosdoshme. Kush jam unë? Për çfarë jetoj? Ku po shkoj? Në këtë emision të kushtuar të rinjve, të rit me shpresë drejt së ardhmes, ju shoqëron motër Irenea Lekaj. Qëndroni me ne. Kam zgjedhur të quaj këtë cikël takimesh të rit me shpresë drejt së ardhmes, sepse jeta e çdo të riu është një ecje, jo gjithmonë e lehtë, por gjithmonë e mundur drejt dritës, drejt kuptimit, drejt Zotit. Në këtë cikël emisionesh do të ndalemi së bashku për të reflektuar, për të dëgjuar zërin e zemrës sonë, për të folur për identitetin, sfidat, ëndrat dhe mbi të gjitha për shpresën që nuk shkënjen, sepse ajo buron nga ai që na njeh më mirë se kushdo. Emisioni i parë mban titullin Kush jam unë? Një pyetje që çdo i ri e mban në zemër dhe që kërkon përgjigje të vërtetë, jo vetëm nga bota, por nga lart, nga Zoti, nga thellësia jon e shpirtit. Kërkojmë të dim nga të afërmit, nga miqt, nga mësuesit. Prandaj ju ftoj të gjithëve ejani të ecim së bashku në rrugën e shpresës. Kush jam unë? Një udhtim i hapur, por jo një përgjigje fikse. Rinia është një periudhë jashtëzakonisht dinamike e jetës, është një kohë e shqetësimeve, kërkimeve, e zbulimit të vështirësive të jetës në zemrën personale, në familje, shpesh në shkollë dhe në shoqëri. Pra është një periudhë ku kemi dëshirë të përgjigjemi shumë pyetjeve që lindin në zemrat tona. Të rit kërkojnë kuptimin e jetës, të vërtetën mbi njeriun. Ne të gjithë dimë se të rit, pra janë ata të cilët të çdo gjë vënë në pikpyetje. Këtë e kemi mësuar edhe nga eksperienca jon kur ne ishim të ri, por edhe në kontakt me të rit të tjerë, të gjithë pyesin kush jam unë? Po bëjmë një udhtim të hapur, por jo një përgjigje fikse. A ju ka ndodhur ndonjëherë të pyesni veten kush jam unë? Kjo është një pyetje me shumë vlerë. Ndoshta një nga pyetjet më të rëndësishme që do të bënit ndonjëherë në jetën tuaj. Shumë prej nesh presin të gjejnë një përgjigje të qartë dhe të shpejtë, sikur të ishte një emër, një profesion apo një etiketë vetme. Por në realitet, kush jeni ju nuk është një destinacion, por një udhtim i vazhdueshëm. Sigurisht këtë pyetje do e shohim në perspektiva të ndryshme, do e shohim nga ana biblike, çfarë thot Bibla për njeriu kush jam unë, nga autor të ndryshëm,
apo edhe nga vepra të ndryshme letrare. Sigurisht do gjejmë në një moment të ndalemi edhe në veprat letrare nga autor shqiptar. Nëse dikush ju pyet sot kush jeni ju, ndoshta do të përgjigjeshit duke përshkruar vetveten si një student, si një artist, si një sportist, apo si një mik i mirë. Këto janë pjesë e juaja, por kjo nuk e përcakton të gjithë historinë tuaj. Kërkimi për identitetin tuaj është një proces dinamik, ku çdo ditë shtohet një tullë e re në murin e personalitetit tuaj. Ju jeni me shumë se etiketimet tuaja. Shpesh ne bim në grackën e definimit të vetvetes basuar në atë që bëjmë ose në atë që të tjerët të thonë për ne. Unë jam ai që marr nota të mira, unë jam ai që është i mirë në sport. Këto etiketa të vendosura nga vetja ose nga të tjerët mund të kufizojnë potencialin tuaj, sepse identiteti juaj i vërtet është në atë që ndjeni, në atë se si ju veproni dhe në atë se cilat janë vlerat për ju. Përpiquni të reflektoni për pak momente. Cilat janë pasionet tuaja? Çfarë ju bën të harroni kohën, për shembull? Ose cilat janë gjëra që i bëni vetëm për qef? Cilat janë vlerat tuaja? Çfarë ka më shumë rëndësi për ju në jetën tuaj? Dëshmëria, mirësia, liria, apo cilat janë talentet tuaj? Cilat janë ato gjëra në të cilat jeni natyralisht të mirë, por edhe ato që keni zhvilluar vetë me punën e juaj. Të reflektojmë për pak çaste dhe pastaj kthehemi përsëri. Gabimet janë pjesë e jetës. Gjatë udhëtimit në jetën e përditshme do të hasni pengesa dhe do të bëni edhe gabime. Është diçka krejt normale, të gjithë ne bëjmë gabime në jetën tonë. Është shumë e rëndësishme të kuptoni se gabimi pra nuk ju përcakton ju si person. Ato janë thjesht pjesë e procesit të mësuarit dhe rritjes. Për shembull, kur unë jam klasë të parë duke bërë për herë të parë mësimin e shkronjave, sigurisht që do bëj shumë gabime, por duke praktikuar her pas here, shumë shpejt unë mësoj me shkru shkronjat, por kjo nuk më përcakton mu si person. Çdo zgjedhje që bëni në jetën tuaj, qoftë e mirë apo e gabuar, është një mundësi për të mësuar diçka të re për veten tuaj. Shpeshherë në jetën tonë, kur ne bëjmë gabime, ne shqetësohemi. Në të vërtetë kur gabojmë, nuk duhet të shqetësohemi, por është shumë e rëndësishme të pyesim veten çfarë mësova nga ky gabim. Gabimi nuk është asnjëherë përgjigjja për pyetjen se kush jam unë, por është një mësim që nxjerrni prej tij, ju ndihmon të formoni një version më të mençur dhe më të fortë të vetvetes. Mos e krahasoni udhëtimin tuaj me të tjerët. Në epokën e mediave sociale është krejt e lehtë të shohësh versionet më të mira të jetës së të tjerëve dhe të ndjesh se udhëtimi yt është i ngadalt ose i papërsosur, por mos harroni ajo që shihni është
një redaktim i kujdesshëm, jo një realitet i plot. Për shembull, unë personalisht nuk vendosi të gjitha fotografitë të cilat do baj në Facebook, dhe unë besoj se cili prej jush reflekton edhe din se një foto e bukur e imja nuk ishte e bërë në një moment kur ndoshta unë nuk ndihesha shumë mirë. Pra ti je unik, i papërsëritshëm dhe udhëtimi yt është vetëm i yti dhe nuk ka nevojë të krahasohet me askën tjetër. Mundohuni të përdorni energjinë tuaj për të zbuluar atë që ju bën të ndiheni autentik dhe të lumtur, në vend që të përpiqeni të ndërtoni një identitet që i përshtatet standardeve të tjerëve. Shpesh ne jetojmë edhe për t'i pëlqyer të tjerëve, është krejt normale, por as kjo nuk duhet të përcaktoj personin se kush është në të vërtetë. Përgjigjja vërtetë është veprimi. Në fund të ditës, pyetja kush jam unë nuk ka nevojë për një përgjigje definitive. Ajo kërkon një eksplorim të vazhdueshëm. Ju jeni veprime që ndërmerrni, fjalët që i thoni, mënyrën se si i trajtoni të tjerët dhe zgjedhjet që ju bëni çdo ditë në jetën tuaj. Pra në vend që të kërkoni një përgjigje fikse, përpiquni të bëni gjëra që ju ndihmojnë të kuptoni veten më mirë. Eksploroni një hobi të ri, takoni njerëz të ndryshëm, provoni një punë vullnetare. Çdo eksperiencë e re do t'ju ndihmojë të zbuloni një pjesë tjetër të vetes tuaj. Për shembull, shpesh mendon se nuk do arrish me mësu notin, por kur ti fillon me provu, pastaj e shef se nuk ishte e vërtetë. Kush jam unë? Ti je një histori që shkruhet pra çdo ditë, ti je një mundësi e hapur, jeni një person në zhvillim e sipër dhe kjo është gjëja më e bukura. Përgjigjja e pyetjes kush jam unë sipas perspektivës së shkrimeve të shenjta. Pyetja kush jam unë është thelbësore në shkrimin shenjtë, pra në Biblen. Shkrimi i shenjtë e adreson atë jo si një mister, por si një themel për kuptimin e qëllimit dhe vlerës së jetës. Bibla në veçanti ofron një përgjigje të qartë dhe të thellë, e cila i jep rëndësi të veçantë identitetit të njeriut. Krijimi sipas shëmbëltyrës së Zotit. Përgjigjja e parë dhe më rëndësishme që gjejmë në Bibël e gjejmë tek libri i Zanafiles, kapitulli i parë, rreshti 27. Dhe hyi krijoi njeriun sipas shëmbëltyrës së tij, sipas shëmbëltyrës së Zotit, e krijoi mashkull dhe femër, i krijoi. Kjo nuk do të thotë që vërtet ne i ngjajmë hyjt në aspektin fizik, por ne patjetër kemi cilësi që pasqyrojnë atë. Për shembull, arsyen dhe ndërgjegjen, aftësinë për me mendu, për me marrë vendime dhe për me dallu të mirën nga e keqja, e kemi të gjithë njerëzit dhe kjo na dallon pra si njeri. Dhe kjo i jep një përgjigje njeriut se kush jam unë, apo krijimtarin, mundësinë për të krijuar dhe për të menaxhuar botën që na ka besu hyi.
gjithashtu aftësinë për me dasht, mundësinë për të krijuar marrëdhënie thelbësore me hyn dhe me njerëzit e tjerë. Janë këto disa nga aspektet të cilat njeriu pra mund të merr një përgjigje se kush është. Kjo perspektiv na tregon se identiteti ynë nuk është aksidental. Ne jemi krijuar me një qëllim dhe jemi të vlerësuar thellësisht. Jemi mëkatar të shkëputur nga Krijuesi. Shkrimi i Shenjtë shpjegon se megjithëse jemi krijuar me vlerë, natyra jo njerëzore është e mangët. Për shembull, e shohim këtë te letra drejtuar Romakëve kapitulli 3:23. Sepse të gjithë kanë mëkatuar dhe u përjashtuan nga lavdia e hyjit. Ky realitet tregon se ndërgjegjja jonë për fajin dhe papërsosmërin nuk është një defekt, por një tregues i një shkëputjeje nga hyji. Kjo shkëputje shkakton dhimbje, pasiguri dhe një zbrasti që shumë njerëz përpiqen ta mbushin me gjëra të tjera. Në fakt është shumë e lehtë ta mbushësh këtë zbrasti duke përqendruar vëmendjen tënde në atë që ka krijuar hyji. Mund të marrësh një kohë për të hyrë në marrëdhënie me hyjin, për me fol me ta si me mikun tënd me të dashur. Kam dëgjuar se një atë shpirtëror shumë i thellë thotë edhe personat të cilët janë duke u droguar, edhe ata në thellë në zemrën e tyre janë duke kërkuar Zotin. Pse? Dikush që merr drogë ose pije alkolike e merr atë për të mbushur këtë zbrastinë e vet, zbrasti ku nuk e gjen gëzim dhe duke marr drogën mendon që do e plotësoj, do gjej gëzimin, por në realitet është duke dëmtuar veten, sepse gëzimi i vërtet gjendet vetëm në thellësinë e shpirtit, në komunikimin tënd me Zotin. Vetëm Zoti mund të mbushë zbrastinë që ne kemi brenda vetes. Jemi fëmijë të hyjit të shëlbuar përmes Jezusit. Përgjigjja më e rëndësishme e shkrimeve të shenjta është se nuk jemi të lënë në këtë gjendje. Tek Gjoni, kapitulli i parë, rreshti 12 shkruan: por të gjithë atyre që e pranuan u dha zotësinë të bëhen bijtë të hyjit, atyre që besojnë në emrin e Tij. Pra, përmes sakrificës së Jezusit ne mund ta rikthejmë këtë marrëdhënie tonë me hyjin. Kjo shndron identitetin ton nga i humbur në i rigjetur dhe i dashur. Përmes besimit ne bëhemi pjesë e familjes së hyjit dhe marrim një identitet të ri që nuk bazohet në atë që kemi bërë, por në atë që hyji ka bërë për ne. Në këtë kuptim, pyetja se kush jam unë merr një dimension tjetër, nuk është më vetëm një kërkim personal, por bëhet një udhtim drejt një marrëdhënie të thellë me Krijuesin ton. Identiteti ynë i vërtet, sepse sipas shkrimeve të shenjta nuk është te pasuria apo te pamja apo te suksesi apo fama që ne kemi, por kjo përgjigje vjen nga njohja se ne jemi krijuar nga dashuria, jemi shpëtuar nga hiri dhe kemi një qëllim hynor. Kështu shkrimet e shenjta na ofrojnë një përgjigje që është thelbësore dhe gjithëpërfshirëse. Ju jeni një krijesë e hyjit me vlerë të pafund, të bërë për një marrëdhënie me të
dhe keni mundësinë të gjeni identitetin tuaj të vërtet duke njohur dhe pranuar atë. Të dashur dëgjues, jeni në emisionin e të rinjve, në emisionin e parë Kush jam unë. Një pyetje që i drejtohet Zotit, jo vetëm vetes. Pyetjes se kush jam unë e kanë trajtuar edhe shumë etër të kishes, papë të ndryshe. Për shembull, le të shohim se çfarë thon ata. Sigurisht që perspektiva e papëve dhe etërve të kishes mbi pyetjen kush jam unë është thellësisht e lidhur me besimin, por i jep një dimension praktik dhe të prekshëm jetës së përditshme. Ata e shohin identitetin jo si një çështje teorike, por si një marrëdhënie që ndryshon gjithçka. Shumë papë dhe etër të kishes e theksojnë se pyetja kush jam unë nuk mund të marrë përgjigje të plot pa u shoqëruar me pyetje tjera thelbësore, për shembull, mund të pyesim edhe kush është hyi për mua. Papa John Paul II dhe Papa Francesco e kanë përsëritur shpesh këtë pikë. Ata thonë se është nëpërmjet të zbulimit të Zotit që ne zbulojmë se kush jemi me të vërtetë. Kjo nuk është një ide thjesht filozofike, por një realitet. Ne jemi krijuar sipas shëmbëltyrës së hyjit dhe vetëm duke e njohur atë, mund të kuptojmë kush jemi me të vërtetë. Pra, në vend të një kërkimi të pafund brenda vetes, këto figura na nxisin të shikojmë lart dhe jashtë vetes, pra të shikojmë kush është hyi për mua. Ata besojnë se identiteti ynë i vërtetë zbulohet në marrëdhënien tonë me Krijuesin. Identiteti im është misioni im. Në vend që të përqendrohemi vetëm te pyetja kush jam unë, mendimi katolik dhe i autorëve të ndryshëm na nxit të kalojmë te përse jam unë këtu dhe çfarë jam i thirrur të bëjmë. Për shembull, Papa Francesco i ka inkurajuar të rritët që të rriten në vetnjohje për të zbuluar thirrjen dhe misionin e tyre personal. Ai shprehet se për t'u përgjigjur thirrjes son duhet të ushqejmë dhe zhvillojmë gjithçka që jemi. Kjo nuk ka të bëjë me shpikjen apo krijimin e vetes nga asgjëja. Ajo ka të bëjë me gjetjen e vetes son të vërtet në dritën e Zotit dhe me lejimin e vetes son që të lullsoj dhe të jap fryte. Kjo perspektiv e ndryshon fokusin nga vetja tek shërbimi. Identiteti ynë i vërtet nuk gjendet në atë që ti grumbullon, por në atë që ti jep. Ai është i lidhur me kontributin tënd për botën, për familjen dhe për kishën. Rëndësia e trupit dhe e shpirtit. Etrit e kishës, si Shën Augustini, theksojnë se njeriu është një unitet trup dhe shpirt. Ata i rezistojnë idesë së shpirtit, është thjesht i burgosuri në trup. Përkundrazi, ata shohin në trupin si një pjesë thelbësore të identitetit ton, të krijuar nga Zoti. Kjo është një pikë e rëndësishme sepse na tregon që identiteti ynë nuk është vetëm një koncept shpirtëror apo mendor, por përfshin të gjithë qenjen ton, përfshin trupin ton. Kjo na thërret të respektojmë trupin ton,
ta ushqejmë shëndetin tonë mendor dhe fizik dhe të kujdesemi për dinjitetin e çdo personi tjetër. Në fund, nga papa e deri te etrit e hershëm të kishës, përgjigja për pyetjen kush jam unë është e njëjtë. Ju jeni një qenie me vlerë të pafundme, krijuar në shëmbëltyrën e Zotit dhe identiteti juaj zbulohet në marrëdhënie vetëm me hyjin, në shërbim ndaj të tjerëve dhe në pranimin e plotë të asaj që jeni, trup dhe shpirt. Kjo pra është një përgjigje që ofron ju vetëm një përkufizim, por një udhërëfys për një jetë me kuptim. Pyetja se kush jam unë është thelbësore dhe është trajtuar nga mendimtar të mëdhenj, nga filozofë deri te psikologët. Përgjigjet e tyre, ndonse jo fetare, shpeshherë mbajnë një peshë të madhe dhe i ndihmojnë të rit me kuptu pra veten më në thellësi. Nuk dëshiroj me hy shumë thellë në këto përgjigje, por vetëm do citoj disa nga gjëra që thonë filozofët apo psikologët në përgjigjen e pyetjes kush jam unë. Racionalisti, jeni mendimi juaj. René Descartes, një filozof i rëndësishëm, thoshte, mendoj, prandaj jam. Për të thelbi i identitetit nuk ishte trupi, por aftësia për të menduar, për të dyshuar dhe për të kuptuar. Sipas kësaj pikpamje, ti je vetë vetëdia jote, ajo që po lexon këto fjalë. Kjo vë theksin tek arsyeja dhe jeta e brendshme mendore. Ekzistencialisti thotë se jeni zgjedhjet tuaja. Nga ana tjetër, Jean-Paul Sartre thekson se ekzistenca paraprin esencën. Kjo do të thotë që ne nuk jemi të lindur me një qëllim apo identitet të përcaktuar, përkundrazi ne krijojmë veten tonë nëpërmjet çdo zgjedhjeje që bëjmë. Ky është mendimi filozof pra. Kush jeni ju është përcaktuar nga veprimet tuaja dhe nga përgjegjësia që merrni mbi to. Kjo është një përgjigje e fuqishme dhe sfiduese që i jep një të riu lirinë e plot, por e ban edhe të përgjegjshëm për atë çfarë ai dëshiron me bën në jetën e tij. Përgjigja psikologjike, jeni një proces, jo një gjendje fizike. Psikologjia moderne shpesh i përgjigjet pyetjes kush jam unë duke riformuluar atë në si do të dëshiroja të angazhoja jetën time. Ky ndryshim fokusi tregon se identiteti nuk është një gjë e fiksuar për të gjetur, por një proces dinamik për të zhvilluar. Carl Jung, jeni njëkohësisht unë dhe ne. Një mendim interesant. Një nga psikologët më të njohur propozoi konceptin e pavedijes kolektive. Ai besonte se ne kemi një ndërgjegje të përbashkët me gjithë njerëzimin që përfshin simbole dhe modele sjelljeje të trashëguara. Sipas kësaj, identiteti juaj individual, ajo që ju bën unik, është i lidhur me një rrjedhë më të madhe të përvojave njerëzore. Kjo tregon që nuk jeni një flok dëbore, krejtësisht i veçantë, por pjesë e një mozaiku universal. Viktor Frankl, jeni kërkimi juaj për kuptim. Frankl, një psikiatër që i mbijetoi Holokaustit, besonte se njeriu është i motivuar nga dëshira për kuptim. Për të, identiteti nuk ishte një çështje vetë eksplorimi, por një kërkim i jashtëm. Ai thoshte se kuptimi dhe identiteti ynë gjenden në 3 mënyra.
në një punë ose krijimtari që vlen, në dashurinë për dikë tjetër ose për një ideal, në qëndrimin që marrin përballë vuajtjes. Në këtë kuptim pyetja kush jam unë përgjigjet duke bërë diçka që ka rëndësi për te i vetes. Të gjithë këta mendimtar ofrojnë një sër përgjigjesh që theksojnë një pikë të përbashkët. Identiteti nuk është një etiketë që vendosin një herë për gjithmonë. Ai është një udhëtim i vazhdueshëm, i formuar nga veprimet, zgjedhjet dhe kërkimi ynë për kuptim në botë. Dhe në fund të fundit, ndoshta përgjigjja më mirë është kombinimi i këtyre ideve. Jeni njëkohësisht një qenie racionale, një proces i vazhdueshëm dhe një person në kërkim të kuptimit. Kështu të dashur dëgjues, kemi arritur pak a shumë drejt fundit të emisionit duke u munduar të kuptojmë kush jam unë. Është një pyetje e vlefshme për të kuptuar se si letërsia shqipe ka trajtuar temën e identitetit, sidomos për të rinjt, ndonse autorët tanë nuk e kanë trajtuar këtë çështje në formën e një artikulli psikologjik apo filozofik, ata kanë shpalosur përmes personazheve dhe mesazheve të veprave të tyre. Autorët shqiptar nuk kanë bërë teori të veçanta, por e kanë vendosur pyetjen kush jam unë në qendër të letërsisë së tyre, pra duke e lidhur atë me identitetin kombëtar, historinë dhe lirinë individuale. Ata kanë trajtuar këtë temë në mënyrë të thellë, duke shprehur sfidat dhe dilemat e të rinjve, të cilët rriten dhe formojnë personalitetin e tyre në një mjedis shpesh të trazuar. Ismail Kadare, një ndër autoret më të mëdhenj shqiptar, shpreh identitetin si identitet i shtypur dhe i kërkuar. Si një nga autoret më të mëdhenj shqiptar, pra ka trajtuar identitetin në shumë forma. Personazhet e tij shpesh përballen me një identitet të shtypur nga një sistem diktatorial. Në veprën e tij si dimri i madh, personazhet të rinj duhet të gjejnë veten në një mjedis ku liria e shprehjes dhe zgjedhjes është e kufizuar. Pyetja kush jam unë merr një tjetër dimension duke u lidhur me pyetjen a mund të jem unë vetvetja në një mjedis që më detyron të jem dikush tjetër? Në romanet e tij, identiteti nuk është vetëm një çështje personale, por një betejë brendshme midis asaj që dëshiron të jesh dhe asaj që të detyron shoqëria. Kjo dilemë i flet të shumë të rinjve, të cilët ndoshta ndjejnë personin për t'u përshtatur pritshmërive familjare apo shoqërore. Shohim çfarë thot Dritor Agolli, njeriu i thjeshtë dhe fuqia e shpirtit. Dritor Agolli, me personazhet e tij që shpesh janë njerëz të thjeshtë dhe të lidhur me token, e ka trajtuar pyetjen e identitetit në një mënyrë më humane. Në veprat e tij si njeriu me top, ai tregon se identiteti i vërtetë nuk gjendet në pushtet apo në tituj, por në thjeshtësi, në lidhjen me rrënjët dhe me moral. Për Agollin kush jam unë është përgjigjja që jep një njeri i thjesht, i cili mbetet besnik ndaj vetes dhe ndaj vlerave të tij, edhe kur përballë ka sisteme të mëdha. Ai thekson se identiteti ynë nuk është diçka që fitohet, por diçka që ruhet.
Kjo i jep një mesazh të fuqishëm të rinjve, duke i inkurajuar ata të mos harrojnë kush janë, pavarësisht nga ndryshimet të mëdha shoqërore apo nga presioni i botës së jashtme. Ndërlidhja me identitetin kombëtar. Një temë e përbashkët për shumë autorë shqiptarë është lidhja e identitetit personal me atë kombëtar. Për shkak të historisë së trazuar, shqiptarët shpesh e kanë gjetur identitetin e tyre nëpërmjet rezistencës dhe qëndresës. Kjo është shfaqur në letërsi, ku personazhet të shpesh të rinj zbulojnë veten duke mbrojtur lirinë, kulturën dhe gjuhën. Pra të dashur të ri, në fund të fundit autorët të tanë shqiptar nuk e shkruajnë thjesht kush jam unë si një person, por shpesh këtë pyetje e vënë si një pyetje ekzistenciale, por e transformuan atë në një kërkim më të thellë, kush jam unë si shqiptar, si pjesë e këtij kombi dhe si mund të ndërtoj identitetin tim ndërkohë që ruaj edhe vlerat e mia si shqiptar. Ju kujtoj se jemi në emisionin të rit me shpresë drejtës së ardhmes. Të dashur dëgjues, pra jemi në emisionin të rit me shpresë drejtës së ardhmes. Këtu në studion e Radio Marisë së Kosovës ju shoqëron motor Irenia Lekaj me pyetjen kush jam unë. Një udhtim i hapur, por jo një përgjigje fikse, si e trajton Bibla këtë çështje, si e trajtojnë etërit shpirtëror dhe disa nga papet. Përmenem këtu dhe Shën Gjon Paulin e dytë dhe Papa Franceskon, dhe gjithashtu si e trajton filozofia dhe psikologjia këtë pyetje, duke arritur në fund si e trajtojnë autorët tonë shqiptar pyetjen se kush jam unë. Kjo është një pyetje e cila bëhet shumë nga të rit, por që është një përgjigje e cila merr gjithë jetën tonë ose gjithë kohën tonë, pra për të përcaktuar se kush jam unë në të vërtetë. Në përfundim të emisionit, dëshiroj të lutem së bashku me ju me Psalmin 139, i cili thot: O Zot, ti më shqyrtone me nje, ti di kur rri e kur ngrihem, prej se largu i nje mendimet e mia, si në shtektoj, si në pushoj, ti me vëren, ti di të gjitha udhët e mia, pa me ardhur ende fjala në majet e gjuhës, dhe ja, ti o Zot i njeh të gjitha. Përpara e pas, ti o Zot më rrethon, ti ke vënë mbi mua dorën tënde, e mrekullueshme është dia jote për mua, tepër e lartë se jam në gjendje t'ja arri. Ku mund të shkoj larg prej shpirtit tënd, ku të iki larg prej pranisë sate? Nëse ngjitem në qiell, ti atje je. Nëse zbresnen në tokë,
edhe aty je. Po t'i marrë krahët e agimit të shkoj të banoj në skajin e detit, edhe atje dora jote do të më përcjell e do të më mbaje djathta jote. Në thënë shalë të më mbuloj se paku errësira, edhe drita natë le të bëhet mbi mua, por as teri s'është as pak terë për ty, edhe nata është si drita e ndritshme. Për ty errësira është por si drita. Ti je ai që mi krijove veshkat, ti me ke endur në krahërorin e nënës. Të lavdëroj pse me krijove kaq mrekullisht, të mrekullueshme janë veprat e tua, po shpirti im mirë e di. Eshtrat e mi nuk të mbetën të fshehur, kur unë po trajtohesha në fshetsi, i endur në thellësinë e tokës. Ende të patrajtuar me pa në sytë tu, në librin tënd ishin të shkruar të gjitha ditët, ishin të numëruara megjithse asnjë s'ishte ende prej tyre. Tepër të çmueshme janë për mua u hyj mendimet e tua, e panumërueshme është shuma e tyre. Po t'i numëroja janë më shumë se rëra, po t'u dilja në skaj me mbeteshe prapti. Oh, si kur hyjti shtuktëm kataret, largohuni prej meje o njerëz se gjaktar. Ata flasin kundër teje me dredhi, me kote lartësojnë veten kundër teje. Atë mos e urrej o Zot ata që të urrejnë ty, atë mos i përbuz ata që ngrihen kundër teje. Unë i urrej me urrejtje të madhe dhe i mbaj për armiqtë e mi. Më shqyrto hyj dhe njehe zemrën time, më sprovoje një shtigjet e mia, e shikon e mos ka në mua udhkotësie dhe me këte në udhen e amshueshme. O Zot, ti më shqyrto e me një. Të dashur dëgjues të rinj, kemi arritur këtu në përfundimin e emisionit të rit me shpresë drejt së ardhmes. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Shpresoj që do na shkruani për çdo gjë që ju keni nevojë dhe ne do ju shoqërojmë në pyetjet tuaja. Deri në emisionin e ardhshëm ju përshëndes. Qoftë lëvduar Jezu Krishti. Jeni duke dëgjuar Radio Marinë e Kosovës, një zë i krishterë në shtëpinë tënde.